Dhe tash a dija, s'dija, muj me kry punën. Bile më kujtohet laptopi, s'pari herën e pata po një laptop ka qenë kompak, ka qenë kompania kompak laptopi edhe po më vet një kolege franceze, a ki përdor laptop? Edhe unë merë keq mi thonë që s'kum përdor, thash po, edhe murra edhe dësha mi përkthy një dokument, edhe nuk disha as mi dhez, as mi procesu, ajo e po me atë farë finesën e vetë, ma m'gajdi qysh me punu e qysh, edhe fillova kadar me mësu gjanat edhe me i kuptu gjanat. Kështu që kjo është ajo cilën ju kisha sugjeru kejtrive që mos me pas ndonjë stres apo traumë prej punës, se puna mësohet. Me rëndësi është me pas dëshirën me mësu edhe përgjegjësinë si person për punën cilën e merr, se tjerat krejt vinë. Kur e përmendet pjesën e ju thatë u ballafaqova me një kulturë tjetër të punës, çka po nënkupton me çta? Po tash për neve, une kom pas fatin me fillu me punu me njerëz evropian cilët kanë qenë vullnetar në për organizata humanitare, do më thonë një pjesa shoqërisë ma e mrime, shembull kjo NGO-ja me ka qenë e Francës, se njeri kur t'i mrin ato nivele e kupton që duhet me bo diçka për tjerë, se jo me nu gjithmonë për vetveten e vet. Edhe më ka ra nga fillimi me punu me njerëz tillë, cilët më kanë udhëheqë, më kanë ndihmu për me kuptu punën, edhe mandej unë e kom përdor ato me njerëz tjerë me cilët kom punu shumë shpesh edhe jam shumë i gëzuar që kom pas fatin me fillu karrierën në atë mënyrë. Po deshta edhe më nalë to, në atë kohë puna ka qenë me dalë në për teren, unë më le më rritë në Prishtinë edhe nuk kom dalë përve që kom shku në Gjakov, ku i kom dajt edhe agjat, nuk kom ka ra me shku në për rajone ndryshme të Kosovës. Ajo ka qenë një shok i madh kur kom dalë, se normalisht kur punon me organizata humanitare shkon në për vene ku ka nevojë për ndihmë, edhe fshatrat edhe varfërinë cilën e kom pa në atë kohë viteve 90-ta, s'ku mujt me besu që mundet me qenë diçka e tillë 20 kilometra prej qytetit. Këto kanë qenë prej regjimeve të kalume me qëllim të lënë me masdore, por na s'kem pas informata as ide qysh është gjendja e vërtet në teren. Fatmirësisht sot ato gjashtë janë të i kalu edhe sot Kosova është zhvilluar me thonë uniform në këtë pjesë të saj, këto e ka ndihmu edhe komunikimi, edhe qasja, edhe shumë sene tjera. Qysh ka qenë për ju kur jeni ballafaqu me një qasi jete që ju nuk e keni parë realisht? S'keni qenë ndoshta të njohuri ose të vetëdijshëm që ekziston në periferi? Po tash në atë kohë e kom pas fatin me punu me Halit Ferizin, i cili ka qenë kryetari i shoqatës paraplegjikëve dhe paralizës fëmijëve të Kosovës, cila është hendikosi i sodit. Edhe se organizata me cilën kom punu ka pas një program për me ndihmu asaj shoqate në atë kohë për me ngrit në një nivel tjetër. Edhe me zotri Halitin, i cili ka qenë person me aftësi të kufizuar kogja të madhe, ka qenë paraplegjik, kush e din e kupton që nuk është lehtë me jetu me atë problem, lëre mu me dalë në teren të ditën e me punu. Kështu që me zotri Halitin kemi punu në për teren ndryshme edhe ka qenë motiv i madh për mu, kur e kum pa ato që sunal fare, shkujmë tu, shkujmë të familje, bojmë edhe këto, bojmë edhe ato, edhe arriti me kriju hendikosin cile është sot muj me thonë lirisht njëna për organizatave më të mëdha ajo qeveritare lokale në Ballkan edhe e ka arrit misionin e vetë me sensibilizu komunitetin edhe me i forcu persona cilat kanë probleme ndryshme apo antarët e saj me një vetën të barabartë edhe me participu në jetën e përditshme. Unë kom punu 7 vite në Hendikos, doktor, ju e dini, edhe unë, dhe më thonë, prej ditës parë që kom shku, edhe
krejt gjatë atij rrugtimi nuk e di nëse ka pas momente, shumë shpesh ka ndodhur kur emri juaj është përmend si mbështetja më e madhe e themelimit edhe arritjes së hendikosit.